Mos na bëni që t'ju ndjekim. Na ndiqni. Express Roz. Të nderuar miq të emisionit Express Roz. Këtë javë, dhe gjatë muajve në vazhdim, emisionin tonë do të mund të ndiqni në 2 prej kanaleve më të mëdha shqiptare, siç është televizioni Klani i Shqipërisë dhe Ajalsat i Maqedonisë. Përndryshe, ky bashkëpunim vjen si rezultat i punës sonë të palodhshme për t'ju përgatitur juve një emision shumë atraktiv. Emisionin këtë herë do ta fillojmë me një lajm, apo më mirë të themi një bujë që ka ndodhur gjatë vitit të ri. Humori i Stupcav këtë herë nuk është kuptuar ashtu si vjen gjithmonë, mirë po ka pasur disa keqkuptime. Skeçi i tyre Plani strategjik ka ngjallur shumë reagime. Ta ndjekim së bashku. Shumë zhurmë për planin strategjik të Stupcave. Grupi humoristik Stupcat që përbëhet nga humoristët Osman Azemi, Mensur Safqiu dhe Vedat Bajrami u kthyen në debat në fillim të vitit të ri në të gjitha mediat në Kosovë për shkak të skeçit të tyre humoristik Plani strategjik, që u shfaq në programet festive të vitit të ri. Me këtë skeç u morën të gjithë, duke filluar nga kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës Kadri Verseli, analist mediash dhe politikan. Skeçi bën fjalë për disa ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët edhe pse në front të luftës bëjnë plane për uzurpime të pronave publike të Kosovës pas çlirimit të saj që do bëhet pas 12 ditëve. Fillimisht ishin organizatat e dalë nga lufta që reaguan duke konsideruar skeçin si denigrim të luftës çlirimtare. Sekretari i kësaj organizate, Faton Klinaku, ka thënë për disa portale se skeçi i Stupcav është tallje për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Nuk guxon të bëhet tallje e shpifje me vlerat e kombit shqiptar, siç është ushtria çlirimtare e Kosovës, ka thënë Klinaku. Pas reagimit të organizatës së veteranëve, ka reaguar edhe shumica politikanëve dhe analistëve nëpër media. Gazetari dhe analisti Berat Buzhala në një status në Facebook ka shkruar se me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, më shumë se sa Stupcat janë tallur veç udhëheqësit e luftës. Mos mi numroni 10 komandanta me emër, mos mi numroni as vetëm 5 komandanta me emër, as vetëm 3, më thuani vetëm një komandant me emër në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që këto 15 vjet pas luftës nuk ka abuzuar në mënyrë flagrante me pozicionin e tij, ka shkruar Buzhala. Për këtë skeç ka reaguar dhe publicisti Veton Suroi, i cili ka thënë se qeveria mund të organizojë një njësi antiterroriste për arrestimin e humoristëve. Lëvizjet jo demokratike mbërin fundin kur i prek satira. Doni t'ja arrestoni Stupcat, një njësit antiterrorist për ta kapur Vedatin, ka shkruar ai. I fundi në deklarat ka qenë kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Verseli, i cili ka thënë se humori i grupit është i pashije, por ata nuk duhet të linçohen. Ajo që kam dashur të theksoj është ndarja e humorit të pashije nga respekti për vlerat nacionale që mëshiron lufta jon për liri. Për këtë skeç kanë reaguar edhe personalitetet të tjera si deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Gjevahire Izmaku, gazetarët Milem Zeka, Arben Ameti, Kimete Berisha dhe shumë personalitete të tjera të skenës publike të Kosovës. Por në lidhje me skeçin e Stupcave, mendimin e tyre kanë dhënë edhe qytetarët. Së bashku mund ta ndjekim rubrikën Vox Pop. A keni pa skeçin e fundit Stupcave që kanë bu për natën e vitit të ri? Po, e kena pa. Lidhje mu që kanë? Po e di shumë mirë për çka është fjala. Cili është mendimi jot lidhur me reagimet që kanë bërë ndaj atij skeçe? Reagimet, atë ç'është është këto? Te na thojnë ka ona Dugaxhinit kush e ka mizën mas veshi, i vret veshi. Edhe këto, që ata që kanë reagu, që ata e kanë mizën mas veshi. Edhe me siguri që lufta o QK-s e ka meritën e vet, i ka ato dvetat, mirë po edhe do komandant në thojza kanë vepru thuja si qashtu, se po shihet, po dihet, diçka tjetër më shumë nuk di çfarë më thon. Mendon që nuk është gabim? Gabim nuk është, humori është sen i lirë, drejta e fjalës, na po jetojmë demokraci, gjithkush mund të thonë mendimin e vet. E të paktën lexova edhe në portalet në internet mu kërcënu me jetë. Domethënë ajo është një sen i majol që mund të mendohet. Se çka fol njëri, mu kërcënu me jetë, ajo është veç të na mund të mendohet. Mirë, mendoj që kanë bërë realitetin në Kosovë. Çfarë mendimi ti ke personale për Për mu reagime? është e drejtë ku. Nuk kanë gabu. Jo. Po, për mendimin tim ata ja kanë qellu. Për mendimin tim kanë bërë shumë shkëtsh mirë, se ka pas
Njëri personazh ka luajtur rolin si vërtet luftëtar, kurse personazhet tjerë kanë luajtur rolin si ka menuar që mas luftës më pasuru. Është e drejtë këto reagime që janë bën ndaj tyne? Po secili ka mund me mendimin e vet. Jo, ka diçka të vërtet. Ka diçka si s'mu dha koment. Valla, i pas menimit tem, ai skeç është, s'do të me marrë hugja për të madhe. Po. Nuk kanë bo asnjë gabim në lidhje me që kanë bo atë skeç. Ashta pak e kanë egzagjeru, po aja Nuk është 5 skeç, jo. A diçka, unë e vitin e ri, 98-99 e kom prit në listikome. Njëve jem koni mobilizum, asë në listën e veteranëve nuk më kanë shti, s'ta ma trapozat. Krejt nuk u konë në zonë e Lapit u konë me pas, ta në tjera zona kumnije që ka pas të së fare. I përshëndet stupcat, bravo i shuftë. Po s'po di, njerëz e kanë marrë shumë për zemër, mu do shumë skeç i mirë edhe e qëllume. Se ka që asi ma trapaz që janë komandanta dhe që janë bu tash uzurpatorë, shumë e vërtet. Veç që ata kanë pas guximin me thonë, halal i kuft. Po shumë s'po di vesh, masi nuk e di, s'po folë hes për mje. Krejti kom po, unë e thash prej fillimit, se kanë qenë edhe për para. Po pak edhe ata e vretin që kanë tepru një pjesë, se nuk ndashme mi prek veteranët e luftës, po do thot ata më shumë i kanë kritiku ata që i banë në emën tyne, se që i përbojnë këto probleme, se ata që kanë qenë në luftë. Nuk kanë gabu as pak. S'kan gabu heq. Edhe ata të vetëmi të në ka nevojë ky popull sa më shumë humor dhe skeç me pas. Është që reagimet që i kanë bu politikanë nuk janë konë drejta fore, se që ato që i kanë ndodhur në skeç janë konë shumë të vërteta. Nuk kanë gabu as pak? Jo, unë mendoj që s'ka gabu as pak. Po i kanë bo dhe reagime, s'po di që është me thonë, s'u ndoken qas mira. Kanë gabu apo s'kanë gabu? Kanë gabu shumë, se nuk do të përështri me full, me altia e këshën qitë të dasane. Muzik është një reper që shumë shpejt ka hyrë në tregun muzikor. Ai me bashkëpunimet e tija shumë shpesh ka bërë edhe hite. Mirë po, se që ka fshihet pas jetës së tij private dhe se çfarë bashkëpunimesh e presin në vitin 2016, na tregon më së miri ai vet Muziko. Lirikat e tij u dëgjuan nga miliona njerëz vitin që lan pas. E ku pothuajse në çdo stin dhe çdo muaj reperi Muzik ishte i pranishëm me hitet e tij. Por, nuk janë vetëm këngët që e bëjnë Muzikun reper interesant, sepse atij ja ka ëndja edhe splifin. E tërë këtë, ai e ka arritur me punë dhe përkushtim, e cila gjë mund të konsiderohet një shpërblim për të. E tillë ishte edhe kënga Premtimet me Kidën, por edhe kënga e tij e fundit Dhezu, që realizoi me 2015-ën. Unë menoj që qelësi suksesit bërë qëllë këtë folmen gjatë vitit 2015 u konë realisht puna jam, përkushtimi jam, fokusimi jam drejt muzikës, edhe keq kjo bo sakrifikimi për me marrë një shpërblim. Për të kënga më suksesshme në vitin që lan pas, mbetet bashkëpunimi me Kidën, një bashkëpunim që ka pasur një sukses më të madh se hiti Amadorën me Gjencilen. Kurse për këtë vit, ai ende nuk është përcaktuar se kë do ta zgjidhë për një bashkëpunim, përveç vëllait Di Getinjo. Unë menoj për veti që me Kidën nuk konë ai me thyja tabun më i suksesshëm. Bashkëpunimet për këtë vit si kom përcaktu, vetëm që e kena bon 2015-ën për me donë 2016-ën është me Getinjon, me vëllain tem. Për këngën e fundit Dhezu, thotë se ka shkruar para një viti, kur ishte në taksi. Ndërkaq Muzik nuk heziton ta pranojë se konsumon marijuanë. Kënga Dhezu u shkrujt para një vjete, jëm konë taksi, edhe e kom ngu një këngë bëstarojmë si dugon ajo kënga don't this shit nigga wanna chum. Unë e kom pas kur jenë klab, motherfucker Dhez, join. Po për nësë me bo shumë të rana ashtu me reflektu të një shumë e rana e kom bo spliv. Do me thonë është shkru para një vjetë, suksesin e saj s'ku mujt me përcaktu se me po që ka mu prit e njerë, se në fakt u konë me një mesazh pak ma ndryshe. Po nësi u shkon kongë që se këshin ngu njerës të këshin bojkotu. Për momentin janë të pi spliv këtë bota. Në aspektin sentimental, Muzik është në lidhje, por jo në një lidhje serioze. Edhe pse thotë se është më mirë me ia dërgu një çik nënës të shtëpia. Jo, kështu serioze diçka jo. Lidhje jo serioze diçka. Për momentin po du më fokusu veç muzik, me arrit atë cakun tem qëllimin e muzik. Ma ne është
Pjesë e natyrës me zgjedh një femën, mja fol veten, mja çu nanës një femën, s'po di kur vetë kur t'i vjen vakti. Edhe pse shumë reper kanë probleme me njëri tjetrin, muzik nuk i ka këto probleme. Ai thotë se me të gjithë e ka mirë edhe pse ka menduar që t'ja bëj një dis një reperi. Sidomos pas këngës së tij të fundit, ku ishte thënë se ai ka pasur skenografi të ngjashme me getin e Baba Stars. Ma asnjënin për secilin kam respekt, mas jom edhe ma i riu, secilin e çmoj ja respektoj punën që e kanë bërë, që vazhdojnë me vojë, inshallah kanë ketë sukses. Inshallah bëhen ketë milionera. E ku menu, po s'ja blejmë, po qa ditë që menoj m'ja bë, shumë keq kom i pas punë se e reper. Besoj që kom e shti me hypë në balkona dhe me kësy me gjëks pi balkone. Kanë thonë që ja kom morë getit në Baba Starca, jo, s'ja kom morë, e kom ble në Vjenë, se kom ble, s'po me thonë që ja kom morë kërkujt, o kone jemja e kom ble, po ka senet në gjajshme që janë shumë, do me thonë, kur s'munët më konë vish një sen. Gjithë gjinët dikon, nëse zgjinët Kosovë, gjinët dikon tjetër, që ja kom marë nanës. Krejt në fund, sa fiton muzik prej repit dhe është modest me shumën që fiton, ai thotë se derisa këngët e tij, të cilat ai bën vetë, kanë një veti interesante të cilën do ta mësoni në fund të kësaj interviste. Jom rrugës me bo pare di muzikës, halos s'kom bo pare. Unë s'ngina me pare, dhe nëse bëj pare, thonë s'kom bo pare. E kom një album gati, rrëth 15-16 këngë t'i njëzu me demo, jom të ingu natë për natë, ditë për ditë, si bo qona, po munomi me zgjell, cila është e duna, s'po di për momentin s'jom najseni për caktum cilën me qitë. Por mu është se cila ma e mirë se tjetra, po do një përshtat edhe kohës edhe njerëzve, edhe kanë ndryshu shumë tregu, por atë arsye jom të menu për momentin. Jom të mbledh menime që s'miren me muzikë për njerëzve, se gjithën e kongën për jetë polja ka lëzej taksistit. Sa i ka të bëj me popër mas shumë dikshtu që do na mja që taksistit albumin në ngu. Zbukurimeve të fund vitit, shkëlqim i dhanë edhe yjet e estradës sonë. Ata gjithmonë na mahnitin me pamjet e tyre dhe sjellin glamur festave të fund vitit. Mund të shohim së bashku se cilët janë ata. Ngjyra e kuqe ka qenë dominante gjatë ndrimit të motmoteve. Angela Martini është ajo që i prin kësaj liste. Me fustan ngjyrë kuqe, modelja seksi, Angela Martini tregon gjoksin dhe këmbët e saja ekstravagante. Të vishët në ngjyrë të kuqe zgjodhi edhe prezantuesja simpatike Armanda Tosca e njohur si Ami. Fustani saj elegant i apasoi shkëlqimin e një nate të mahnitshme festive. Elisës së Lady in Red ju bashkua dhe këngëtarja Dafina Zeqiri, e si duket asaj po ju shkon shumë për shtati kjo ngjyrë. Të bësh gjyshe e të dukesh si një 20 vjeçare këtë e bën vetëm Arbërie Hadërxhonaj, e cila u përkujdes që fustani saj të mbajë ngjyrën e kuqe. Jo shumë e re, por ende mbahet si një nga zonjat më seksi të estradës. Është fjala për Mirije Braën, e atë vitiri e gjeti në një nga kostumet e Nana Dimrit e që duket jashtëzakonisht mahnitse. Të gjithë kthejmë kryt në momentin kur në ekran shfaqet Leonora Jakupi. Jemi kurreshtar të shohim se në çfarë fustani është shfaq kësaj radhe ajo. Ajo zgjedhi ngjyrën vjollce e që pamja e saj nuk ka koment. Kur jemi tek ngjyra vjollce, kësaj liste hyri edhe ajo e cila këtë vit pritet të bëhet nën për herë të dytë. Është fjala për Edona Llalloshin. E këngëtarja që në çdo edicion festiv rinohet çdo herë më shumë është Hyrete Beluli. Ajo edhe kësaj radhe posedon një pamje të një zonje të vërtet, ku shkëlqej në një fustan elegant që mban ngjyrën vjollce. Ajo shkrepi këtë foto kupa për krah dy miqve të saj, Mahmud Ferrati e Mentor Kurtishi, e të cilët zgjodhen që në këtë natë të hynë në listën e të qenurit veshur si zotrinj. E nuk janë vetëm femrat që i kushtuan rëndësi veshjeve të natës së vitit të ri, të veshur si zotrinj e me shumë shije i pam edhe këngëtarin Sabri Fejzullahu, Fatmir Spahiun. Në njërën nga vendet ku Vjollca Agjiu vendosi të argëtoj gjithë ata që ishin mbledhur për ta festuar këtë natë me shoqëri, ishte prezent edhe futbollisti Grani Gjaka, ku veshja e tij dallonte shumë nga ajo se çfarë jemi mësuar ta shohim, ku ai zgjodhi një kostum solem e që i shkonte mjaft shumë për shtati. E kuqja i rinte mjaft bukur edhe Vjollca Agjiut. Zanfina Ismaili dhe dhurata Dora për natën e vitit të ri, si duket kanë vendosur që fustanat e tyre t'i përkasin ngjyrës së bardhë.
Vitin 2016 po e fillojmë mbar me një intervistë shumë të këndshme edhe ekskluzive vetëm për Express Roz. E ftuara e radhës është Era Istrefi. Era, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë pjesë e Express Rozës. Faleminderit edhe ty që më ke thirrë. Besoj që ke qenë shumë e angazhuar kohëve të fundit edhe për vitin e ri. Tepër. Qysh mundesh me cilësu vitin 2015? Vitin 2015 lirë shmuna me cilësu si vitin ku mas shumë të kom punu, e kom shprej vetën, i kom arrit qëllimet, edhe vitin ma të suksesshëm në karjerën tamë, ose në ato që ka unë përpjek me arrit. 2016 na mendon si kemi ja kalu? Synimet janë ashtu, po edhe besoj që po. A i rrin gati paka shumë klikimeve të këngëve tua në për YouTube? Kini përmbledhje, kini ide sa ki deri tash? Ose të faktën këngës të fundit? Herën e fundit kur e kom këqyr, e kom pa që mirë është puna, edhe mos më ka interesu me najtë shumë gati. Në fakt, kur e shoh që diçka po hec mirë, po të njëjtën kohë edhe kur nuk po hec si pas pritshmërisë tame, unë prap e losa ai san veç ka dal, edhe ai san qysh do që të hec, ajo është pjesë e historisë, mos s'kam çka mendru atë. Normal. E konkurencës në këtë rast, a i rrin gati, a këqyr ka njerë që shjetin raport me ta me shikueshmëri klikime në YouTube me këngë tua? Po, deshtet binë në sy, po it's okay. Krejtjen në këtë sen të mënu me arrit diçka dhe krejtjen aty ja dojnë pësaj. Ma si veqim të konkurenca, kënë mundësh me pas si konkurentin ma të madhë shqiptar? Hashim Thaçi. Vesh nëse e bote dhe i këngëtar, nashta. Besoj... Për influencë. Po. Për influencë. Okej, ani miri ki punë dhe qëtash. Qysh jetu shku me bashkëpunëtorët e tu tjerë, me kënd ki qef mas shumë ti me shku në koncerte, me kënd ndjesh më rahat? Nuk e di, nuk kam shumë përvoj kështu me bashkëpunëtor, së më ka raja me shumë bashkëpunëtor me pas koncerte, po rahat për momentin nina me që ata që kom bashkëpunu. Është Letre, është Ermali. Letre, Ermali, do me thonë nina shumë rahat me ata. Të ka ra me ta dhe në për koncerte, besoj. A janë të lodhshme për ty koncertet? Ose që shmunësh më përshkru për neve që veç jemë si shikus në ato raste? A din kur janë të lodhshme, kur shtrina me flaj, që aty e vrej sa e më lodhë. Ose kur ullën mas neve shku në shpe, po të besoj. Që aty e vrej lodhjen, se kështu gjatë procesit manë diçka qutë, non-stop manë i farë vullneti qutë, nështë ta dëshira për me bo këtë punë. Sa i përket Letrit për pas bashkëpunëtor muzikë, besoj që ki raporit mira me të edhe jashtë skenës muzikore. A ka me pas në një bashkëpunim, apo a pret me dikon tjetër me pas bashkëpunime për pas ti, edhe pse ka qenë kënga e fundit me të shumë e suksesshme? Sa për bashkëpunime, ka me pas bashkëpunime këtë vetë. Të shojmë edhe qysh po rjedhin sanët, për shkak se bashkëpunimi është pjesë e spontanitetit, nuk shkon shumë me plan. Për shkak se duhet më konë lidhshmëria në mes të artistave. Nuk mund është me planifiku shumë një sen nëse natyrshëm nuk në gjitët. Kështu që të shojmë qysh po rjedhin sanët njëherë për njëherë, s'moj me thonë kur gjohë për këtë punë. Kjo është edhe emisioni parë që ka mu jap në televizionin Klan. Qysh ndihesh kur delën publik në Shqipëri ose në Kosovë? Besoj që mund është me vrejt dallimin ose jo? Nuk moj. Nuk moj për arsye se nina shumë e familiarizume si me shqiptar të Shqipënisë, si me të Kosovës, ndoket të qysh për një ma, jo që diçka veç ndoket që jemi nesh, të kapt. Edhe nuk vrejnë dallime? E jo. Në se cilën publik në aksent në shta veç. Edhe po na kuptojnë mirë me këngë, besoj? Po shumë, veç Kosova i ka shumë aksente, ma shumë se pesë. Kështu që prapë s'vrejnë ai dallim tjetër. Me u kthy te jeta personale, qysh po ndihesh si teze? Si teze, wow. Tepër mirë, shumë. Shumë. Tu e di që je shumë e angazhume, a del kohë me kalu me Renen? Qatë kohë që kom të lirë që gjej, me njëherë këqyri me shku me përqaf Renen, se qëfar do disponimi me pas,
nuk e di, më dhez më njëherë më ja pat busqeshën, më qëmë faqët të najtë, edhe unë jo mirë më nej me vazhdu jetën. Aktualisht jeni dy motra cilat mirëni me muzikë. Qysh është e vetën cila është më e famshme t'ja Nora, apo se cila në zhanrin e vetë? Për famë besoj që dyat e kemi arritat qëllimin tonë, pësaj për këtë famës. Krejt më varet që ka do në jetë, qëfar muziket pëlqen me bo, qëfar stilit pëlqen me pas. Dhe me thonë, na kemi synime ndryshme, tendenca ndryshme, edhe mira e kësaj është që Nora është e arritshme në fushën e vetë, unë në temën. Se në fillim të karierës tu kanë referu se era motra e Norës, atash ka edhe raste kur Nora motra e erës, ose bajnë edhe këse emërtime. Qysh të ka do këty në fillim kur ke hi muzikë? Normale. Për të është krejt okej, besoj. A planifikon me pas në një këngë bashkë me Norën? Ose e shë vetën të njëjtin zhanër edhe pse dalën pak tim përgjësi, pak ma ndryshe prej krejt kësaj, se ndryshe është gjithmonë ma e mirë, normal, kur bjen diçka të re. Unë me Norën bashkëpunoj çdo ditë. Po për një bashkëpunim kështu, tamam paket, një këngë, atëherë edhe kjo metët mu pa, metët me u zhvillu si ide edhe si të ka diçka të gatshme, keni me kuptu. Statusit është enigmë hala për fanset e tu edhe për neve krejt shikuza. Mund është me të regua, është tira single apo është lidhje? Ose në është ta mirë me thonë që ka emri një dashër e erës. Tu e potencuna që së është single. Nuk e di pse që kjo pyetje më tingëllon, përveç që është shumë klishe, më tingëllon edhe pak e bezdishme, po prapë s'kisha do është mu qas direkt në këtë pyetje, masi që nëse ka diçka shumë konkrete dhe nëse du me ndoa me publikun, unë e bëj pa pas nevoj me ma nxerë qëta. Kështu që njerë për njerë s'kam qëka me të regu. Po dhe pyetja bëhet në atras se dihet sa insistusje në publiku edhe të e di që ndjekin shumë në Instagram edhe në Facebook. Mas ne e qefi ty në dhurata vitit 2016 garant. Kështë qenë që ke përgjigje. Po publika kanë qef me ditë shumë sane që nështë janë të arsyeshme ose nuk s'kanë rëndësi. S'kanë rëndësi. Okej, ti përpos koncerteve dhe punës besoj që bërën edhe pak qef del, shfrytëzon kohë nëse ki edhe kohë të lirë. Qysh e shfrytëzon kohën tënde të lirë? Ka ndru pak edhe mënyra që shfrytëzoj kohën e lirë, për shkak se ma herët kom menu që kom luksin me pas shumë kohë në dorë, kom menu që kom shumë kohë në dorë, ka kohë për gjithë shka, po pesho që në fakt ajo është veç iluzion, se na nuk kemi kohë për kur gjohë dhe duhet non-stop me qenë produktiv për me arrit ëndrën tonë më të madhe. Kështu që njerët ka njëherë binë në kurthin e të mendumit që kanë kohë. Në fakt koha duhet më shfrytëzu çdo orë e ditës. Kur del kryesisht ta krijon trazira prezenca jote në për vende publike, kur se në koncert normal, por kur del për qef tondin? Traziras, jo trazira, për kontrazesho që krijon pozitivitet, nështë se isho njerës të kesh, të folë, najsen, ose ashtu. Për njerës të tjerë është diçka e mirë, diçka pozitive, për shkak se une kur dalë, gjithmonë e kom përgjithsin bi veti, mos me reflektu negative. Përveç që jam person publike dhe si njeri i thjesht, s'kom qef me pa një ftyrë negative, për shkak se e një përgjithsi me reflektu pozitivitet dhe drita aty ku jam. Çfarë reagime mund është me na me neve që ke marrë diçka ose naj koment që t'ka pëlqy ma shumë ose një prej ndonjë fansit tënë? Tu e di që janë të shumët, prap, po nashta ka diçka që kështë mund me ndoa me neve. Ma shumë më kanë motivu komentet negative. Se sa ato të mirat. Pozitive, gjithmonë më ka një pozitivitet, po nëse më pytë që kam ka motivu, janë ata njerë që më kanë thonë që s'moj me bonë, diçka. Edhe në fakt e ke bonë. Bashkë të ta. E besushme. Kështu, ka ngari, ose
e fundit është bën e cila pagi mirë është të hecë, s'po folim tash për vjusa prap, se po jetë shumë mirë dhe besoj që i ka kalu pritshmëritë e juja, po ka prap kohë hala me hyp hala më nalt. Çdo herë vjen me këngë të reja dhe me një stil tjetër era. Frymëzimi ka vjen. Frymëzimi gjithmonë vjen prej mrena. Nëse po folim për muzikë, frymëzimi vjen prej mrena, definitivisht, po kombinim me ato që ka ndodhë për rreth, me situatat, me mënyrën që shjetojnë. Edhe nëse këto dyja janë harmoni me njëna tjetrën, atëherë del diçka shumë e bukur, shumë e madhe. Thonë, menoj që muzika është rezultati që thoj. Për 2016, a ki plane konkrete diçka, apo veç çka të vjen spontanisht, është edhe më? Për 2016 nuk kam plane konkrete. Jo. Do me thamë prej te mundëve me prit gjithë shka. Pritet që kemi kthy kufit e Kosovës edhe kemi pas ndoshta bashkëpunime me ndërkombëtare, në këtë rast ndoshta mundemi me cik Bebe Rexhën. Çka mundesh më na tregu për këtë bashkëpunim, edhe a do të ndodh? Kur po thu pritet, kisha pas qef me ditë prej ka pritet, kush po beson që ka shumë në mu. Mirë është që besojnë. Tepër, po më vjen shumë mirë. Është plus i madh kur edhe dikush beson në të sen. Për ndryshe kjo tema për karrierë jashtë kufive, nuk e di pse në vendin tonë është pak tabu. Njerëz ta bojnë bajat që temë, të thonë që shumë thjesht i do këtë ëndër shumë e madhe. Mirë po nëse kisha cenzuru ëndrën tamë ose të kujna do tjetër që ka pretendime për ma shumë se deri te kufine. Për ndryshe Bebe Rexhën e përmene, apo? Po. Më pëlqen shumë, është shumë e mirë. Edhe s'kisha mujt me thonë kur gjo ma shumë për bashkëpunime, këtë vetë ka me pas shumë bashkëpunime ndryshme, interesante, të papretshme, të prekshme. Po nuk është që është vullos kur gjo. Atëherë pritet me ala në kohës, besoj. Për ndryshe era, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë pjesë e emisionit Express Rose. Ne në 2016 përpos që të përkrahim shumë, të urojmë edhe shumë suksese edhe të presim prapë në studion tonë sa herë që mundemi me u taku. Shumë faleminderit, po më vjen shumë mirë që jeni kaq mik prit si krejt shqiptar. Gjithashtu edhe vitin e ri pja uroj për 2-ën, 3-ën, 50-ën herë. Ju uroj krejtve me pas sa ma shumë ëndra, pretendime, synime, edhe faleminderit për krejt që për kohën që na kanë kushtu, që na kanë këqyrë, deri në fond, deri në gjysë, s'ka rëndësi. Peace. Për të shprehur mendimet e tyre, sa i përket veshjes së estradës sonë, në rubrikën tonë In and Out i kemi të ftuara 2 artiste, të cilat mes tjerash janë edhe motra. Unë jam Shëngyl Ismaili, jam aktore, edhe zëdhënëse e kekut. A u befasove, a? Unë jam Anisa Ismaili, jam aktore, motra Shëngyl dhe jam producente. Pra motrat Ismaili. Ka plot, Mustafa... Na jemi Ismaili, po na gjithmona njoftë si motrat Ismaili. A pat Express Blue? Express Rose. Express Rose të fjolla. Okej, na jemi të fjolla në Express Rose, edhe pi presim fotografit. Veç pak? Kjo është diçka... Okej. Energy Band, po duku si... Po pëlqen? Për mu... A është për spot apo? A ka gjep që tua, qa e ka? S'ka lidhje. Se di diçka, mu duku si me shku në teatr. Si kostume teatr. Mu po më duke që mu këthy prej qabës. Jo, teatr, mu duke të pjesë teatr. Antika, që Shëngyl... Interesant se këta artistat kanë qef mu bo pak ma interesant. Qa po thu be? Po, në pesho si kostum shfaqës, mas në dyjave që jemi aktore, pesho për qësaj perspektivët, kështu që... Kostum të shfaqës. Qa du të me bot është, na? Du të me ditë me thona jena out, valojnë se di. Po, së është keq, është interesant, shumë bardh. Po, veç që tu e pas najtë shumë bardh. Po, ta shpëdia e ka këtë veshje për najtë spot. A veç kështu që ka dalë di kanë mramje. Për në dushë është për najtë spot, interesant. A kështu veç për skrilti mu që mu vesh, s'ti që atëm. Mu po më pëlqen. Për spot. Falë, besnik veç
Ta kisha dhoni out kësaj here. Që ti? Ku dora me të shto? Një en. Okej. Next. Që kjo interesant, dorata dora. Kjo që ka veshët mirë. Se di. Më pëlqen e ka një farstili interesant, po me është ma interesant. Këshyri televizor. Qipka e mirë. Po ndryshe fustani perin shumë bukur. Fantazi perin fustani. Atë kujtot kër kemi qenë vogla, mami e ka pas një fartentene. Veç ajo ku në bardh. Edhe ato e qitë ke enkas, kur vishin musafir kështu pak ma eminent. Edhe në kom pas në tavolinë shtojshim. Unë pa ta bo një bluz, po. Veç ndryshe perin shumë bukur, a? Me shku mi mledh, mami ka plot qizit vetë. Mi kishim mledh, kishim bo një fustan. Me ndë barda, me shtin qaj mu bot, kafta. Qaj truse. Çfarë ideje, që s'm ka rënë me. Mirë, interesant, po ne shumë fustan i bukur. Edhe perin shumë bukur. Edhe perin shumë bukur, edhe sigurisht fustan, jo sigurisht po është fustan solem, që kjo vesh garant për na i eveniment ose. Allah një qika tona, se spot po veshin qështu, spot po veshin. Po dalin me pi kafe qështu. Unë kështë të veshuna qështu në kafe. Nësë dalin me pi kafe ka out premier, nëse del kështu për na i eveniment e ka en premier. Jap janë jenë. Ene ka. Definitivisht e ka jenë. E mirë qika. Mirë po dokët. Eliza, sa t'ja kom bo like saj fotos në Facebook, në Instagram. Nësë nësë kom Instagram, po kjo e kish. Edhe stylish deri në maksimum. Ka dhe fustanin me qip poshtë. Po më pëlqen se edhe Eliza është e veçantë në veshje. Kisha me thonë që është një prej femrave që të na veshët jashtëzakonisht bukur. Gjithmonë, asnjëherë si ja huq vendit. Po pengon që kjo çtu ku po shkon Eliza Hoxha me pa çka ka poshtë, edhe kjo pas ka çip. Ka si këpuca trashta, kjo që është po veshët dhe pirin shumë bukur. Çka pjesa poshtë çka është? Kjo është me çipka? Po, çipka poshtë. Po shumë bukur, a? Bukur pirin. Edhe prapa vine ka shku në, nëse s'ka bëhesh në galeritë të arte. Se është gjithmonë një end. Po bajke stili jot, a? Po gjithmonë një end, që shtu mundesh me shku gjithkohë. Edhe zeza rrin bukur. Jo interesant shumë. Edhe ashtu një zinxhir të holl, ashtu t'jo shumë me ra në sy. Shumë eliski. Bash eliski. Eliza e kini int madhe. Shumë të madhe. Shumë frajeritje. Wow. Fore. Jo pësi spirin mirë. Pse? Pse dopta? Pse do? Po ti e dopt. Unë mu i më thonë qatë koment spirin mirë, po për ndryshe... Unë kur kam qenë e re... Na ishte se që na ishte. E kam një fotografi. E ka një fotografi, jo, nuk kam që shto qene, veç miniqat. Bukur. Bajak, i mirë. Bukur. Jo mirë shumë. A ka vesh më rapsht që i ka këtë farë senet? Qështu po matar, se bajak jam out për këtyne veshje sot, në dhe matë stilin e këtyne heshe 60-ave, deri këtu më shenë, një gjysëm rollë. Që këshirë ma fustanin mu. Me do pika, qështu me do. Mirë, si kur të kesh vesh marë, mirë. Po marë është ngëll, marë. Mos bajgare. Jo, beson që mu nuk po më duket që është shumë e qelë, që ka unë e po shot ashtë në televizion, ose kur del na i spot, unë e klikoj i këqyri vështë thamë, o zot. Kjo që mu po më duket shumë okej. Edhe po më pëlqen që ka sandalët e kuqe, kuqe dhe bardhë është një kombinim shumë i mirë. Kuqa edhe në cez, tishka? Po, s'po dit ashti. Ne se kuqe si, kjo ka kuqe si një kang, tishka. Unë për veti se kësha vesh, për shumë, për mu është shumë... Jo, asë si se kësha vesh, se mas pari, që si fustana nuk ka numër XL për mu, mas pari në ne. Kërkush në prodhan fustana... Kje, po për shka jo në rëmba qipse. Jo, po du të kash me madhon. E që të një që se po XL. Jo, po du të kash me madhon, me dojnë me bo një foto që shto. Edhe në ma që për funi kësha shti salit, atesh. Edhe ato që i ndrojshim si fmi. Ato me tel. Ato që këshim shtrajt. Pes që thjeshta për një me tel. A këpucat kuqe kam? Ka të pabile. E fort kje që kjo Anisa me shti sërveta. Vesh që Elvana shtë këshim lukret. Po, Elvana ka jenë për me. Elvana për me e ka. Edhe jenë edhe out, edhe jenë edhe out, edhe jenë edhe out, këtë më varet. Si në për ta? Po, s'po muj me dhonë një definitive. Jema uka. Kjo është një foto session që ka Rinja sotit shkum pashtë. Po kjo është foto artistike. A jemi na shumë out? Po, adim se thom që jemi out. Apo këto jenë shumë in. Jo, na jemi shumë out, adim se po vjeni nati që në kohën kërë në kom qenë që shto, s'kam bo që si foto. Kërë që e ka out, veç pse, që shto po dokët, për ndryshe fustani shumë i bukur, është kolekcion, unë i përcijeli këto, është koleksioni, nëse s'gabi flutrat e dinjes, edhe, po, jo është fustani gjatë, është shumë bukur. është foto artistike, shëngëll, është foto artistike, nuk është foto për me... Mirë, nas jemi tu e diskutu foton si foto artistike, po jemi tu e diskutu, tu e vlerësu paka shumë, apo na pëlqen veshja. Kjo është shumë si bikine, okej. Po ne, si bikine një pjesëshe, okej. S'kisha me thonë, po seriozisht po, për mu si bikine ban.
Për ndryshe si fustan mu që me dal, më shortë grabi dikush, s'gjen kërkush, ma ku je, s'ta gjojnë gjurmë si gjen. Po thu që me vesh si fustanin ashta, po n'grabi dikush, ha? Jo, pas me dhe që aty me t'grabi dikush lirë, veshe, po të garantoj që s'kan me t'gjetë, me që se nuk ka vinë që aspet e ki. Shënget out e ki. Jo, punoj si fustan, është për mua shumë i bukur, po... Unë për veti kur po se jo, kisha vesh, unë për veti se kisha vesh kur. Do më thonë, stilin që unë e kam, kjo për mua shumë qelë. Do më thonë, pjesa për para gjoksave jashtë zakonisht qelë. Por, kësi lloj fustan është i shef kur shkon në për evenimente të ndryshme, i shef që krejt po veshën që shto. Por, unë nuk jam për qëta. Unë nuk jam. Ose me pas qip këti qka, po jo mu ekspozu den qatë mas. Po di. So më me thonë se mentaliteti si qafore me majtë këtë pjesën nalt, interesant. Po. Si qa që hollë qenka, si shaljak, po. Por, përgjësi, nuk më thonë vesh për të na. E më spirin fantazi, s'ka diskutim. Edhe pse është aktori, po duket e si modeli shumë bukur. është fustan i bukur, po unë se kisha vesh kur. Asun. Kështu që... Për me është out, vetëm... Ema te ki en. Po? Po fustani si fustan është shumë eksplicit. është out. Ama prap fustani si fustan është shumë en. Shumë i bukur, po për mua është out. Po, edhe për mua është out, se unë se kisha vesh. Kjo qunë sa ba e ka qitë një kafe. Qa me vesh, me sy mshele ka qenë. Kujdese e ka... Krak! Ka lakat. Duksi, pantollat edhe po veshi po da. Po më qështu rinë për shpe. Për mu, po dhe unë qështu rinë për shpe. Edhe me kapela dhe me zingjira? Po kur të gatuj, po me kapel më nësë me mrane e kime. Me cigare, po. Jo të shirë cigaren. Goj? Po shkoj ka emre në djallit tënë? Lumi, tuk zofte emre, Lumi. Adin që është kjo për nejse, po ona i gare, se kjo është një veshje shumë e thjeshtë, shumë e zakonshme. Për një me që edhe në përshpim unë është me nejtë qështu, sigurisht është shumë comfortable, një është shumë rahat në qitë veshje. Po kur gjo e jashtë zakonshme, është shumë e thjeshtë. Po dhe mu po më pëlqen që s'pjeshe bokserkat. Se su kry, për mas, a kini ndaj fotografi ku krejet kjo mrapa? Se garanti ka pantolla deri këtu. Si reperat. Kjo është. Po ndryshe po më pëlqen se... Po më pëlqen që ka ndalë për pantolla, kjo, Lumi bi, për pantollave gjona, prej, do më thonë është ma thjesht. Plakat, fantastik. Jo, s'më pëlqen radhitja plakave. Plakat, fantastik. Jo, për me Lumi e ka en, se unë jam të bagi e du thjeshtësin, kështu që kjo është e sjellë që ata. Do më që kjo detaj i kapeles është okej edhe zingjiri. Nështë pa zingjirë për mendimin tem, por është okej edhe pa cigare, bre. I pihet njeri, ca u qupe gjumit, unë thash u qupe gjumit edhe ka... Foto, se kjo fotoja u pështet e mure, dikush e ka bojt pling. Për që e është për me, zja të regova. S'po pëlqen veni ku fotografu mas paru, po thëmë, si naj, qa po di, naj vend dashma, vedin ku dalin jashtë koridor me pi cigare, pi plakave. Shëngër, ka me të verdikti. Se mi të notë këtë djali, mi thonë auta. Jo për nëjë sem, po... Besoj që garant mundet ma mirë. Ti shka mu ke bo shumë sot? Valla e shumë e sinqert, jom. Kanë me mytë këta sigurisht për të më shojnë rrugë, po... Nora. Qysh me këqyrë këtë fotograf? Kërqyrë so ka marrë për kështu. E pse nga kanë qitë dyja, du të datë atjetër me diskutua, po atë mrapa? Jo, ajo mrapa të i marrë lakmi është. Se të e pati, ajo mrapa është të i marrë lakmi. Nora duket shumë bukur gjithmonë, nuk muj me thonë që jo, edhe duket gjithë shka perfekt, por tepër shkort, është diçka që mu i jashtë zakonisht së pëlqen. Ti fustanin e Maukës që ke si shaljak, që ke si varse, the, kur gjo, ajo ke e qëto apithu shkort? Tepër shkort ke. Po mirë dhonë, asa i thashë unë, ajo është tepër dhe asa i kësha shti kështu diçka për para. Mos më pëlqenë shtiklat. Këpucat më pëlqenë, se nashta pëse unë se madhuru se këtyne jo, mu më pëlqenë shtiklat, po jo me pika, sepse s'kom qef edhe s'kom kur gjën garderobën teme, do të në gjithë më po flasë, unë si janis, diçka që kësha vesh ose s'kësha vesh. Po, pa tjetër se, na se kemi të kry me dizajnin, po thamë si zëdhën se kekut që ka shmuj me dhonë. Ma shumë jo që... Sane që me pika që shtu nuk mu personalisht së më pëlqenë, për nështë ato gjithmonin jënë të bukra dhe për para, kanë qenë edhe në 50-ave jënë vesh shumë krej, po jo që shto. Nështë ta ma mirë t'ish pa këtë zeza. Edhe te për shkur për te për shkur. Edhe s'më pëlqenë kombinimi që e ka bo... Bardhëzje? Qështë s'më pëlqenë bardhëzje vetë jënë vetë... Ska ma mirë se bardhëzje. A feshe? Ska ma mirë se bardhëzje. Jo, s'më pëlqenë kombinimi i fustanit me qantën. Definitivisht jo dhe me shtikla. është ashtë në kësi qante të vogël, për t'in kështu? Ndoshta edhe ma të vogël, ndoshta. Se fustani është bajegi, so lem se bajegi shkurt,
E çanta po duket shumë përditshme, ha? Nashta. Se di. Unë nuk pajtona me ty se nuk mund me qenë çantë përditshme se nuk ja shohim firmën. Firmata është kjo. Ajo firmata është patjetër aty as nuk diskutohet, ato si s'pe diskutoj. Unë e tham out veç pse është tepër shkurt. Kjo. Çto? Falt. Çe gabimi. Çu çat shkurt edhe falt? Para më një frymë e vogël hor. Seriozisht njëri duhet me menu për krejt, për stuhin, për vetëtimën, për kur del në rrugë, kur s'dihet ç'a gjen. Leme çka, fotoja tjetër të lutem. Jo, unë pe jap një aut, më fal. Nora po, e ke aut, del ma mirë ti. Motër shqiptare. Unë tavolinë teme që kjo spriton, me ahuq spriton. Tavolinë teme kom bo që shtoj komplet një kësi fustanave të veshjeve kombëtare, edhe kom rregullu, kom po mbules tavolinës. Po ndojat pjesën altë, që kjo stili ma i ri, do më thë me tregu kombëtarën, pak ma seksi, pak ma ndryshe, është okej. Për mu, Anisa, kjo ja ka huq komplet. Ja ka huq se... Qa po di që ka dasht me thonë, mëre? A s'po kombinohet se u vesh kombëtare, prapa vi ka lullet shumë moderne, të perdeve me anera klina. Me qenë asi që marrojnë qilima, diçka që ashtu. Po, si qilim kjo kish bo, që kom një vend shpras para derës. Edhe... Jo, me pas një vek, edhe kjo muri kështë me marru qilima, kështë atëm bravo Rovena. Bravo Rovena, super, ja ke qëllu po. Jo, mu sëm, përgjësi nuk pajtona që shveshet Rovena Stefa. Bollë rallë mbjen me pa, në për televizione, po që atër kur të shë nuk jom naj... Ama nuk me në që është kjo. Adhuru se veshje sa jo, ja huq shumë shpesh. Andë është kur vjena e naj këngëtare, që sikona ka me në shajt njëve artisteve. Nëse ta shpirin ma mirë që i ka po potoksat e këto sene, se katastrofë. Su di ka për para për ma se ka vesh fustanin, po... Jo, be vetë është shtu. Apo mirë ki vetë, po bohën vetë, mas një kohë po ajen e po fryhën e po... Veç nasu ajem drejtë, Në zë mëngjes po quna, po këqyra pasqyra për të një ta Jo, njës. aut madhe, ka ja ka huq komplet. Edhe pëso njëm shumë adhuruse e tishave komtare, po gjithmonë kam ka një detaj diçka, që kjo është për shembull. Po çfarë komtare, këtë ka peqojt në njonin për katuneve tona vallajnë të fshin. Po çfarë komtare kjo? S'ka shku kjo anej, kallapi anej se... Roz! Që roz? Nuk është blu. Roz që ka. Okej, unë e këta e lu prapë shumë dropa? Faleminderit, u kënaqëm të pa fustanat bukur. Pa fustanat bukur. Shala s'na u kanë lidhnu? Jo, besoj që jo, për vetë fakti që është Express Rose, edhe kemi arë për fjollën e kemi kushering, edhe s'kemi arë për fjollën, po... Për ndryshe fjollën të sot mas bukri, po dukesh për keq tyre fotografimi që na i pam. Sa keq që s'pesheni ju fjollën mas kanë. Faleminderit shumë. Le të kthehemi pak në kohë. Në vitin 2007, ajo u kurorëzua si Miss Kosova. Mirë po, për Express Rosen, ekskluzivisht, ajo vjen me të rejat e saj të fundit. Do të na tregoj se ku ka mbetur dhe se çka ka ndodhur me të. Mirë po, për të marrë vesh se kush është, e ndjekim historinë në vazhdim. Edhe një bukuroshe që nuk di të ndalet me projektet e saj, është ish Miss Kosova Arnora Ademaj, e cila ndryshe në sken njihet edhe me emrin Nora. Ishte pikërisht kurora ajo që i dha asaj shumë mundësi në karrierë e për të cilën kohë ajo flet me admirim. Realisht nuk është që ne sigur misa kemi në i perspektiv shumë madhe përveç asaj që ndihmon me qenë fytyrë publike dhe më avancu në fushën cilën ti don me vazhdu tutje. Thjesht është shumë e vërtet, është ëndra e çdo vajze të ketë një kuror bukurie mbi kokë dhe për mua ka qenë një ëndër edhe ka qenë pa imagjinueshme ndoshta në moshën më herët kur kam qenë dhe në momentin kur e kam marrë titullin atëherë me plot sinqeritet them që ka ndryshuar komplet rrjedhja e jetës time. Atëherë më janë hap dyert shumë, më kanë ndihmuar në çfarëdo sfere të ndryshme të jetës. Thjesht më kanë ndihmuar mu specifikuar fushën cilën unë kam vazhduar dhe kam zgjedhur dhe cilën edhe sot më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Pas kurorës, Nora nuk u ndal me kaq. Për disa vite ishte prezantuese e emisioneve sportive të Supersport Kosova. Varet fusha cilën ti do me vazhdu tutje, unë e kam gjithë fushën e prezantimit, edhe pse ka qenë rrugë e rastësishme, e kom pa vete që po më pëlqen edhe pe gjej veten, ndoshta si shumë tjera që dikush bëhet këngëtare, dikush aktore, dikush prezantuese dhe mua ka plajt prezantimi. Kam pas veten rastin të eksperimentoj veten shumë fusha, njëra prej tyre që sfundi kam punuar dhe më gjatë është që kam qenë prezantuese e parë e sportit në vendin tonë, edhe ka jep një mundësi shumë të madhe thjesht krijohem si kur një prezantuese edhe ndoshta sa më të mëdha që janë sfidat, njëri aq më shumë rritet edhe
bëhet më i përgjegjshëm për punën cilën e bën. Unë nuk jam pjesë ma, nështë as vetë sak nuk i di arsyet pse, nuk është që i kam kërku në jere. Nora prape ka në plan të rikthehet prezantimit, por në çfarë forme ajo ende nuk e din. Nuk kam diçka konkrete, atëherë nuk do të zbuloj. Tani më, ajo është e koncentruar në biznesin e saj që është shumë i veçantë, fitness vetëm për femna, por çfarë shtyri atë ta bëj këtë? Gjithmonë e kom pas të pyetje pse i ke diskriminu mashkujt, pse s'janë mashkujt. Por unë thjesht kom mendu edhe është një diçka që unë kom has pak a shumë një problem në për gjithë fitnessat që unë kam qenë më herët. Edhe si femër kom mendu me kriju diçka timen. Atëherë kom pas shumë mendime në kokë se çka mund të me ofru diçka çka nuk ka, jo diçka që se tek ne është bokopi, nëse bën dikush diçka atëherë duhet patjetër dikush tjetër. Kështu që kom dashur me kriju diçka timen. Edhe kom shiqu çka ka mungesë. Nëse unë e kom vrej diçka që është mungesë, atëherë thjesht kom shku në përfitesa ndryshme, por asnjëherë nuk jam ndi rahat edhe lirshëm me ushtru çush kom dashur në përfitesa me mashkuj. Për shembull, momenti ke shku ke bën një ushtrim, ka kshyer dikush, atëherë po atëherë unë kom mendu nalë nështë nuk kom dhe që kjo pjesë mirë të ndrejtë që i ma mirë. Kom shpërqendru vëmendjen tek ushtrimet. Edhe thjesht e kom pa që është një nevojë për gratë, sidomos mbi 40-at, të cilat e kanë problem të jena për fitnessën me mashkuj. Pesho tashti që ka pas një interesim jashtëzakonisht të madh dhe thjesht më duket që deri tani ja kam qillu me ide dhe jam shumë e kënaqur me kërkesën. Jashtëzakonisht është një kërkesë shumë e madhe e femrave, sidomos femrat mbi moshën 40 të cilat vinë edhe po ndihen rahat dhe ndoshta edhe ato femrat të cilat janë mbi peshë, e kanë probleme të tjera fitnesse të ndryshme, është një mundësi ku jena më të lirshme, qoftë edhe në garderobë, qoftë edhe në ushtrime fizike, nuk është sigur askush nuk shkon mi kqyr, wow, qysh teksi ose sa plot ose sa e holl, ka femrat ndryshme, ka femrat të cilat kanë edhe probleme pas lindjes, të cilat nuk mund të jenë të lirshme të ushtrojnë ushtrimet si duan ato, atëherë është një mundësi që të vinë, jemi vetëm femra, trajnera është femër, është një ambient vetëm për femra. Me qënë se shumica e vajzave që dikur kanë qenë mes janë tani më edhe këngëtare, Norës edhe kjo gjë si duket i ka shkuar në mendje, por pse nuk e bëri asnjë këngë nga jo? Më ka shku mendje disa herë pasi që edhe shoqja ime ngushtë është këngëtare Dafina, edhe shumë herë, ndoshta edhe më herët kom pas mendime ta bëj një këngë, ta bëj këta apo atë, mirë po nuk thjesht unë asnjëherë nuk e kom gjetë veten. Nuk më flan shpirtin tim kënga, unë pse e du shumë, e ndëgjoj shumë, edhe kam shumë vesh për muzikë, mirë po thjesht unë nuk e gjej veten, edhe unë si njeri jam shumë e përpikt, në çdo fushë cilën e marr përsipër, atëherë duhet t'ja dal me përpikmëri. Nëse unë nuk mund ta jap maksimumin edhe nuk jam vetvetja dhe nuk flej në atë profesion, atëherë nuk e kam filluar hiç. Ndoshta pak a shumë jam edhe egoiste. Mirë po në rrugën të cilën e zgjedh, atëherë dua që gjërat shkojnë me përpikmëri dhe thjesht e kam gjetë veten në fushën e prezantimit, tash rastisht jetës nuk i dihet për atë, tash kam krijuar dhe biznesin tim edhe po mendoj që rruga ime aty ku unë gjej veten është prezantimi. Edhe pse bukuroshe, Nora nuk flet shumë për jetën e saj private, derisa ajo vazhdon të mbetet ende veçare. Jo, nuk jam, thjesht unë asnjëherë jetën private nuk e kam shfaq në media, dëshiroj që jeta private të më takoj vetëm mua, ndoshta kur vjen momenti të tregoj diçka, atëherë normalisht do të tregoj. Nuk e di, ndoshta jam mësuar tash e them me fjalë, shumë herë më kanë piju, më kanë martu, më kanë dha, më kanë bë me fëmijë, ku ta diun. Edhe thjesht nuk e kam problem. Nëse dikush më thot, kjo fjalë u tha për ty në rregull, faleminderit. Dikush t'lavdoj, faleminderit. Për mua është njësoj si mirë si keq. Më bë pjesë të jetës këto tash e them, edhe nuk i marr as pak me seriozitet. Ndoshta në fillim si gjithë që pak a shumë stresohemi, nuk është e vërtetë, jo është e vërtetë, ku ta diun, mirë po me kalimin e kohës jam vaksinuar po nduk. Për këtyre gjanave. Për Norën nuk ka rëndësi sa duket bukur apo jo. Përderisa ish Miss Kosova, tani më shumicën e kohës preferon ta kalojnë duke lexuar. Por të duken bukur, për mua janë shumë gjërat e tjera, për shembull shumë më intereson të kem njohuri rreth gjërave të tjera, të lexoj sa më shumë, të kem njohuri anës cilën unë profesionin cilin dua ta bëj, kështu që nuk është më shumë plan të parë vetëm duke, ndoshta çush ka qenë më herët, në moshë të re që për mua ka qenë interesant vetëm duken bukur edhe të ri kështu ngrit.
Bukurosha dhe prezantuesja Arnora Ademaj thot se gjatë këtij viti do të fokusohet më shumë tek puna dhe tek e ardhmja, se çfarë pritet në ditët në vazhdim, pret ta shoh edhe vet ajo. Këtë rubrika YouTube është e mbushur me nostalgji. Se si është pritur viti i ri gjatë viteve të 90-ta dhe se si pritet tani, mund ta shohim në këtë storje. Edhe këtë vit, ashtu si kur viteve të tjera, shumica e televizioneve kanë sjellë programe të ndryshme festive, por sa kanë evoluar këto programe prej viteve të 90-ta deri më sot. Shumë pak. Mjafton ta shikoni këtë program të vitit të ri 1989 dhe një program festiv të vitit 2015 dhe ta shikoni se koncepti i këtyre emisioneve shumë pak ka ndryshuar. Ndryshime mund të shohim pak a shumë në stilin e programeve vetëm te disa televizione tjera. Në një video të vitit 1997 të produksionit Labja, tek skeqet humoristike brenda në studio dhe të programit festiv të privat të Klan Kosova, mund ta shikoni se megjithatë ndonjëherë ide të reja dhe inovative mund të bëjnë ndryshime në konceptin e emisioneve. Edhe pse në një teknologji më të dobët, emisioni festiv i vitit 1993 veç në skenografi me cilësi më të dobët. Ndryshe tani më televizioni 21 pak ka ndryshuar me ide inovative për këto programe. Bloku i lajmeve është më shpërthyes. E këtë më së miri mund ta vërtetojnë protagonistët që janë pjesë e këtyre lajmeve. Këngëtarja Adelina Ismaili ishte paraparë që të këndonte në natën e ndrimit të motmoteve në Prishtinë, në koncertin që transmetohej dhe ishte organizuar nga Klan Kosova. Sipas një burimi të Express Rose, këngëtarja kishte udhëtuar nga Zvicra për në Prishtinë, por në fund nuk e ka bërë këtë, për shkak se organizatorët janë fiksuar se ajo do ta këndojë një këngë për Ibrahim Rugovën. Bindjet politike e lanë Adelinën pa kënduar fare në Prishtinë. Ende nuk dihet se nga ka ardhur kjo frikë, por besohet se vjen nga partia që qeveris me Prishtinën lëvizja vetëvendosje. Enca Haxhiun nuk e ndalin as aksidentet për të kënduar në koncertet që ajo ka nëpër vende të ndryshme të shqiptarëve. I tillë ka qenë edhe koncerti i saj i fundit në Kumanov, ku pavarësisht pse Enca ishte involvuar në një aksident të vogël, ajo kishte shkuar për të kënduar atje. Këngëtarja fotot për aksidentin i ka postuar në Instagram, ku ka thënë se Bora nuk do ta ndalë për të kënduar në Kumanov. Ndryshe Enca ka qenë vazhdimisht në thumë të medjave për shkak të formave të saj trupore, kush thënë se ajo ka mjaft shumë celulit, por stilisti i saj vazhdimisht i ka mohuar këto akuza që vijnë nga mediat. Ledri Vula është operuar në këmbë. Një burim i ka thënë Ekspresit se reperi ka pasur një problem në një beng në këmbë të cilën e ka operuar dhe nuk do të jetë aktiv në muzikë deri me datën 30 janar. Pas këngës Hundren me neve, me cilën Ledri pati një rekord klikimesh, ai ka shkuar me prindër në pushime në Brezovic, edhe do të shërohet plotësisht nga operacioni që kishte. Qiljeta Qilaga pritet që të sjellë edhe 2 këngë të reja. Burime të afërta me këngëtarën thonë se pas këngës së saj të fundit, Qiljeta pritet që të sjellë edhe një këngë të re solo, por këngëtarja nuk do të ndalet me kaq. Ajo do të bëjë edhe një këngë me reperin Noizi, e cila pritet që të lansohet pak para muajve të verës, e cila këngë do të përcjellet me një klip të nxehtë. Pas lancimit të këngës së saj të re, Era, reperi MC Kresha ka ndezur motorët për këngë dhe hitet të reja. Viti 2016 duket se do të jetë një vit i reperit, kurse përgatitet për albumin e tij bashkë me Pint, MC Kresha është duke incizuar atë në Gjermani. Në këtë album pritet që të ketë edhe mysafir të përfshirë edhe reper të njohur ndërkombëtar. MC Kresha ka punuar në heshtje gjatë gjithë kohës të vitit 2015, edhe ky vit pritet që të jetë me plot risi nga reperi. Këngëtarja shkupiane Altuna Sediu, e njohur si Tuna, ka thashë theme se është rënë në depresion. Këngëtarja ka anuluar edhe 2 koncerte
me datën 2 dhe 3 janar në Londër. Për tunën ka pasur thashë theme që në fund të vitit ajo ka pasur rënje në karrierë dhe nuk ka kënduar në shumë koncerte ku ajo ka qenë e ftuar, por ende nuk dihet se cilat janë shkaqet që pse tuna nuk po ka sukses më. Burimi thot se tuna po kalon në një fazë depresionit dhe ende nuk është kthyer nga Londra. E kështu erdhi fundi edhe këtij emisioni. Mirë po ju përpos që mund të na ndiqni në kanalin tonë YouTube, si dhe rrjetet sociale si Facebook dhe Instagram. Tani tutje do të mund të na shihni çdo të shtunë edhe në televizionin kombëtar të Klanit, po ashtu edhe në Alsat të Maqedonisë. E deri atëherë, mirëmbëjtje.